Bonus malus shpërblen shoferët bie primi i siguracionit AMF, makinat pa aksidente gjatë vitit 2025 përfituan tarifa. Tregu i produkteve të sigurimit makinave ka pasur ndryshime të rëndësishme gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, sipas autoritetit mbikëqyrës financiar AMF. Primi mesatar i sigurimit makinës me MTPL të brendshme ka vijuar të bjerë kësaj radhe me 2.1% si rezultat i zbatimit të skemës së re bonus malus dhe konkretisht faktorit të historisë të dëmeve ku makinat me zero aksidente gjatë vitit 2025 kanë paguar një primë të ulët sigurimi se më parë. E thënë me fjalë të tjera, në janar maj ka pasur më shumë shoferë që janë shpërblyer me çmime më të favorshme sigurimi për shkak të sjelljes së mirë në drejtimin e makinës. Nga ana tjetër, edhe dy produktet e tjera të sigurimit motorik, kartoni e shil për automjetet e regjistruara në Shqipëri, të cilat udhëtojnë jashtë vendit, dhe sigurimi kufitar për automjetet me targa të huaja që qarkullojnë brenda territorit të Shqipërisë vijon rënjen. Statistikat flasin për 2% më pak prim për kartonin e shil dhe 8% më pak për sigurimin kufitar. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare thekson se rënja është pasojë lehtësimit lëvizjes së autoveturave drejt vendeve kufitare anëtare të CEFA-s. Struktura e tregut nuk ka ndryshuar. Segmenti i OJET vazhdon të dominojë duke përbërë 90.6% të totalit. Primet e shkuara bruto arritën në rreth 9.6 miliard lek, me rritje prej 5%, ndërsa dëmet e paguara bruto arritën në rreth 3.6 miliard lek, me rritje prej 19%. Sigurimet e detyrueshme motorike mbeten portofoli dominues i tregut i OJET, duke zënë 66% të tij, me prime të shkruara bruto që arritën rreth 6.3 miliard lek dhe dëmet të paguara bruto që arritën në rreth 2.4 miliard lek, me rritje me 5.6%. Ndërkohë numri i kontratave dhe i dëmeve paraqitet relativisht i qëndrueshëm, me rritje të moderuara respektivisht 1.5 dhe 2.5.